Pas përjashtimit të papritur të Kristit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 5, produksioni ka thyer heshtjen duke publikuar promo zyrtare të spektaklit të së shtunës, e cila premton të zbulojë të gjitha të vërtetat dhe arsyet e këtij vendimi drastik. Videoja e publikuar nis pikërisht me pyetjen që po mundon të gjithë publikun të rrjetin: pse u përjashtua Kristi? Përgjigjja e plotë dhe pamjet që quan në zarf të zi e lëm për të zbuluar gjatë transmetimit live. Spektakli së shtunës në orën 9 nuk do të fokusohet vetëm te skualifikimi. Promoja paralajmëron edhe disa nga ngjarjet e tjera mjaft të forta, si kutia e Pandorës. Për herë të parë këtë sezon banorët do të përballen me përmbajtjen e kutisë. Lot dhe emocione për Ogertin. Ai pritet të ketë një takim shumë prekës, teksa në video dëgjohet duke qarë dhe duke përmendur djalin e tij. Krisja Brikena Mateo do të trajtohet gjithashtu thellimi i krisjes së marrëdhënies mes dyshës, e cila duket se po shkon drejt një përplasje përfundimtare. Gjithashtu ka patur disa aludime të ndryshme për Kristin, ku një nga gazetarët ka thënë: pra, si Dorela Gjoni ka ndarë një moment të papritur nga mëngjesi i sotëm dhe tregoi se ballë për ballë me Kristin është përballur në ambientet e Top Channel me njëherë pas skualifikimit të tij. Sot në mëngjes, kur erdha pash Kristin kur ai duhej të ishte brenda në shtëpi dhe u surprizova, u shpreh moderatorja gjatë transmetimit. Mora vesh lajmin që ai u përjashtua nga gara, por e pash që Kristi ishte shumë mirë nga ana shëndetësore. Megjithatë, misteri mbetet i pazgjidhur. Si Dorela theksoi se për të mësuar arsyeën e saktë të këtij vendimi drastik, publiku do t'i duhet të pres spektaklin e radhës. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Cila mund të jetë arsyeja e vërtetë e përjashtimit të tij? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.